Kampionati grek i futbollit po shkon drejt fundit të tij në Olympiakosin që ka siguruar prej kohësh titullin kampion, por me një luftë të ndezur për vendin e dytë që të siguron pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve. Vendin e dytë është Panathinaikos, i ndjekur nga PAOK dhe AEK i Athinës, të gjitha të përfshira në 3 pikë diferencë në renditje. Dhe pikërisht këtë javë luhet një sfidë shumë e zjarrtë mes AEK-ut dhe Panathinaikosit që mund të jetë vendimtare. Për sfidat e javëve të fundit të grupit të titullit, Federata Greke ka menduar që të afrojë gjyqtar të huaj për të drejtuar për të shmangur problemet me tifozarinë vendase dhe akuzat e zakonshme për vendimet e njëanshme. Për derbin e zjarrt të kësaj fundjavë mes AEK-ut dhe Panathinaikosit, është konfirmuar se do të jetë një treshje shqiptare ajo që do të drejtojë takimin. Enea Jorgji bashkë me asistentët Denis Reqa dhe Eritiker Çokaj do të ndajnë drejtësi në të sfidë të rëndësishme. Panathinaikos gjendet në vendin e dytë me 56 pikë, ndërsa AEK në vendin e katërt me 53 pikë. AEK-u, pjesë të cilës është dhe Tomas Drakosha, duhet të fitojë me do e mos këtë ndeshje për të shpresuar në vendin e dytë, pasi çdo rezultat tjetër praktikisht jep fund ëndrave për Champions.